jemi kundër mandateve tona. Ne besojmë se 105 deputet I kanë mandate të rregullta. Edhe sot kemi vendosur mos me shkel kushtetutën. Po edhe sot do të mbrojmë kushtetutën. Tani në ora 11:30 ka një takim konsultativ. A do të shkoni? Do të marrim pjesë natyrisht se jena kaluar. Çështja është se vullneti politik I takon kësaj seance. Kjo seancë është organi më I lartë në vend, s'ka kusht tjetër që merr vendime as për këtë gjendje, as për një gjendje tjetër. Është me interes kombëtar që institucionet e Kosovës formohen, për të zbetimin e deputetëve, prandaj ftoj që të respektohet dhe kushtetuta po dhe procedura. Shpresoj sot sinqerisht që kryesuesi I kësaj seance, që rastisht jetë më I vjetri, e që rastisht jetë nga partia tonë, të respektoj skenarin e sekretariatit të kuvendit e jo skenarin e partisë. Qofse në kuvend veprojmë me skenarin e partisë, atër kemi thyer fundamentin bazik funksionimit kushtetuesit. Pra, sa për rikujtim për ju dhe për qytetarët, ka një skenar të përgatitur nga kuvendi, cilin ne respektojmë lehtësinë. Tani është procesi konsultativ, mund të lidhet edhe një herë, nëse ka fakte të reja që janë prezantuar para komisionit, mund të bëhet raportëri dhe sillen në seancë, por gjithsesi duhet të shkojë nëpërmjet një votimi. Çështja është kushtetuese brenda këtij institucioni këtu, natyrisht do kushtetuesi gjatë rrethimit të ardhur, natyrisht se ne kemi një presidente që do duhet në momente të tilla të jetë aktive, por e vërteta vetëm është që Kosova si duhet konstituimi I institucioneve I duhet betimi të deputetëve është për tur para çfarë po ndodh në terren tani dhe shpresoj që partia në pushtetë të kupton se kjo është demokracia, por nëse ata janë të bindur se gjithçka është në rregull, le të votojmë për. Ne jemi të bindur se kjo është antikushtetuese, do të votojmë kundër. Kjo është demokracia, nuk përfundon vota në vota të kundërta ndaj njëri tjetrit, e më pas janë organe të tjera shtetërore që trajtojnë këtë çështje siç është rrethata kushtetuese. Edhe një gjë ta bëj shumë qartë parërisht. Ne nuk jemi kundër mandateve tona. Ne besojmë se 105 deputet I kanë mandate të rregullta. Janë 15 deputetë të tjerë dhe për 15 që s'duhet të verifikohet mandati sepse s'kan lënë dorëheqje. Procedura është shumë e thjeshtë. Duhet të japësh dorëheqje, të mbash betimin e më pas të vazhdosh punën si deputet ose mund zgjedhësh mos jesh fare deputet. Institucionet vazhdojnë veprimin e vet funksional, nuk kemi kërkesa që mbet qeveria pa kryeministër, ne po themi që duhet zgjedh, ose duhet të jetë deputet ose kryeministër. Bën edhe dikush tjetër. Le të saktojmë vetë. Ju falenderoj.